Gjykata e Tiranës ka dhënë sot vendimin për të miturin që me 18 nëntor të vitit kaluar vrau me thik 14 vjeçarin Martin Cani pranë shkollës Fanoli në Tiranë. I mituri 15 vjeçar u shpall fajtor për 2 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe tentativë vrasje në të njëjtat kushte dhe përfundimisht u dënua me 16 vite heqje lirie pas bashkimit të dënimit, 12 vite për vrasjen dhe 10 për tentativën. Pas shpadhjes së vendimit, babai i viktimës, Angel Cani, deklaroi se dënimi i të miturit është një rrezë drite për familjen, por theksoi se dhimbja për humbjen e djalit mbetet e pakrahasueshme. Besoj se kodi për të mitur përgjysmohet. Besoj që kanë nxjerrë një rrezë drite për Martinin dhe për Luizin. Gjithsesi dhimbja jonë është e pakrahasueshme. Nuk krahasohet sikur edhe burgim përjetshëm ishte është e pakrahasueshme. Avokati i mbrojtës i familjes Cani deklaroi se sot drejtësia u vu në vend. Nuk është çështje dënimi, është çështje drejtësie, çështje për të mbrojtur 2 të mitur apo shumë të mitur, të cilët janë të rrezikuar çdo ditë nëpër shkollat shqiptare, dhe kjo duhet të jetë mesazh për qeverinë shqiptare, për ato institucione arsimore të cilët mbajnë, edukojnë fëmijët e gjithë kujt, e gjithë qytetarëve shqiptarë të Republikës së Shqipërisë. Ngjarja ndodhi në 18 nëntor, ku konflikti mes 2 adoleshentëve u intensifikua. Pas një debati paradite në ambientet e shkollës që u ndërprej nga roja e sigurisë, të dy të miturit u takuan përsëri jashtë oborrit të shkollës. Aty sherri mori fund me vrasjen e Martinit dhe plagosjen e shokut të tij me thik, e cila më vonë u gjet dhe u verifikua nga ekspertiza.